Një automjet tip furgon me targa të Maqedonisë Veriut është përfshirë nga flakët mëngjesin e kësaj të shtunë në afërsi të zonës së njohur si pushimi i shoferit. Furgoni po udhëtonte në drejtim të fshatit Këmishtajt dhe transportonte një ngarkesë me zogj të vegjël fushë të ardhur nga shteti fqinj. Drejtuesi i automjetit ka konstatuar praninë e tymit dhe më pas të flakëve vetëm pasi kishte dalë nga autostrada dhe ishte futur në aksin rrugor në drejtim të Këmishtajt. Menjëherë pas konstatimit të zjarrit, drejtuesi ka ndalur automjetin dhe është njoftuar shërbimi zjarfikës. Në vendngjarje kanë bërritur zjarfikëse të Lushnjës, të cilët kanë ndryshme shpejtësi për të izoluar dhe shuar flakët. Zjarri ka përfshirë pjesën e përparme të automjetit, ndërsa ndryrja e shpejtë e zjarfikësve ka parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve në të gjithë mjetin. Megjithatë, pasojat kanë qenë të rënda për ngarkesën që ndodhej në pjesën e pasme të furgonit. Më shumë se gjysma e zogjve që transportoheshin kanë ngordhur si pasojë e zjarrit dhe tymit, ndërsa pjesa tjetër është nxjerrë nga automjeti. Sipas shërbimit zjarfikës të Lushnjës, nga verifikimet paraprake dyshohet se shkaki i zjarrit ka qenë një defekt në sistemin e kondicionimit të pjesës së ngarkesës. Zjarri mendohet të kenë nisur pikërisht nga ky sistem dhe më pas është përhapur në pjesën e përparme të automjetit. Fatmirësisht nga incidenti nuk raportohet për persona të lënduar, ndërkohë autoritetet vijojnë verifikimet për të përcaktuar rrethanat e plota të ngjarjes dhe shkakun e saktë të zjarrit.